Kë impakton kjo luftë? Impakton Evropën, dakor? Impakton Indin, impakton Kinën mbi të gjitha. Edhe një gjë të fundit se kisha ndërmend ta thoja më vonë pjesën e Kinës, por atë do të pyesë edhe për Kinën, çfarë po bën Kina në këtë moment? Duket shumë e heshtur, por ndërkohë është shumë aktive njëkohësisht. Kina ka një problem me pozicionimin e vet dhe një prej arsyeve pse unë mendoj që ky aksion ushtarak ka qenë mjaft i nevojshëm është sepse e vë Kinën në këtë dilemë. Pra, në njërin anë, Kina sigurisht nuk e do këtë luftë, sepse ka një regjim pro-kinez atje, që kontrollon 1/5 ngushticës e naftës botërore që kalon nga ngushtica e Hormuzit. Por nga ana tjetër, Kina tani kupton që Irani nuk fiton dot dhe kërkon ndoshta që Irani sigurisht nuk fiton dot dhe kërkon që Irani të në një farë mënyrë të kapitulojë. Pra është një dilemë, por kjo luftë unë mendoj në aspektin strategjik po bëhet për një arsye dhe një arsye të vetme. Është mendoj unë pjesë e veprimave amerikane në këtë luftë të ftohtë ndaj Kinës. Pra është e qartë që Kina nuk mund të kontrollojë dot 1/5 e naftës, e kalimit të naftës globale nëpërmjet Iranit. Kështu që aty lëvizet ky regjim dhe vjen një regjim tjetër në mënyrë që Kina, që rrezikon dominancën amerikane në gjysmën e dytë të këtij shekulli, të mos ketë kontroll mbi atë nyje aq nevralgjike të kalimit të naftës. Kur nisën aksionet e SBA në Iran, po sigurisht në Venezuelë, disa analistë ndërkombëtar ishin të idesë që gjithçka bëhet për të dobësuar pozitat e Kinës sa i përket furnizimeve të saj me hidrokarbure. Marrëveshje që kishte kredit që kishte dhënë Venezuelës jo kundrejt vlerave monetare, por kundrejt naftës hidrokarbureve direkte, njëjta gjë me Iranin ku është një nga furnizuesit kryesorë të Kinës. Por gjithashtu Kina është një nga vendet që prodhon më shumë mjete elektrike, ato mjete, makine elektrike etj. Dhe ditën e djeshme po shifsha informacion që po raportonin media ndërkombëtare që shitjet e mjeteve elektrike kineze kishin arritur pikun më të lartë për shkak të shërbitimit të çmimeve të naftës. Pra duket vetiu se çdo aksion që bëhet, nëse mund të keni një qëllim strategjik caktuar, nuk arrit ta japi efektin tamam pasi vetiu duket jo i kalkuluar mirë. Nuk mendoj që nuk është i kalkuluar mirë, por domethënë ti nuk mund të presësh dot që një veprim politik apo ushtarak të ketë të njëjtin impakt mbi çdo treg. Sigurisht që në disa aspekte Kina do dobësohet, në disa aspekte Kina do forcohet, siç për shembull dhe Rusia tani po forcohet nga kjo që po ndodh, po ne nuk themi dot që kjo luftë po bëhet për Rusinë. Rusia është një prej beneficiaries, pra një prej përfituesve ansor, siç Izraeli për shembull, është një prej përfituesve të mëdhenj ansor. Lufta nuk po bëhet për Izraelin, po Izraeli përfiton, sepse hegemonia amerikane në lindjen e mesme bëhet nëpërmjet një hegemoni izraelite, pra Pax Americana është Pax Judaika në lindjen e mesme. Dhe Izraeli ka kohë që do dobësimin e regjimit të Iranit për hallat e veta, por nuk kjo s'do të thotë që është bërë për Izraelin.